Përshëndetje gjithëve, takojmë përsëri në Albania Newscast. Në këtë episod ton të radhës do flasim ditën e sotme për histori, por jo vetëm edhe për aktualitet. Do flasim për 35 vjetorin e themelimit të Partisë Socialiste, si kanë qenë ato vite të vrrullshme dhe si e gjen këtë forcë politike në pushtet prej 4 mandatesh e ardhmja dhe e tashmja. Pikërisht për këtë do flasim me një socialist të pastër, me zotin Petro Koçi, ish deputet i kësaj force politike, ish ministër dhe një nga zërat më cilësor dhe të vërtet që ka kjo forcë politike. Zoti Koçi, kënaqësi, faleminderit që të kam. Mirësoj gjeta. Në këtë format të ri. 35 vite Parti Socialiste. Patjetër që ju jeni edhe me emocionet e viteve, keni qenë pjesë në forumet më të larta të kësaj force politike, por më kujto pak ato vite, vitet 90. Si kanë qenë në memorien tuaj? Duhet parë me dy këndvështrime. Domethënë, ka qenë vërtet e vështirë sepse kishte një presion publik dhe sidomos një egërsi nga kundërshtari politik, pra nga Partia Demokratike, por nga ana tjetër ishte më e lehtë sepse në ato vite shoqëria shqiptare ishte më idealiste, kishte më pak arsye për të qenë e përfshirë në konfliktet me natyrë sociale dhe në përgjithësi ishte vetëm konflikti politik që mbillte një lloj përçarjeje. Sigurisht që Partia Socialiste u ngrit mbi gërmadhat e një Shqipërie që po mbyllte një cikël pas një pushteti shumë të gjatë diktatorial edhe monist. Dhe patjetër që duhej të gjente rrugën si një majt moderne përmes atyre gërmadhave dhe mendoj se ja arriti, ndofta me pak vonesë, kurse me vonesë kam parasysh që aktet e fundit të Partisë Punës ishin vërtet vonuara. Për shembull, spastrimi i byros politike nuk duhet bëj në kongresin e 10 të Partisë Punës, dhe që ishte edhe kongresi themelues i Partisë Socialiste, por duhet kishte ndodhur kohë më përpara. Pra, në një farë mënyre, Ramiz Alia me gjithë, po themi, konsiderimin si një politikan i zgjuar, në këtë, po themi, në këtë fakti ka një borxh Partisë Socialiste ose të majtës. Pavarësisht se u përpoq tranzicioni i atij momentit ishte sa më paqësor i mundshëm. Ndofta kjo vjen nga fakti që ai s'kishte qenë njësh në gjithë historinë e Partisë Punës, kishte qenë gjithmonë një dysh ose një tresh. Edhe në momentin më të vështirë u gjen në pozitat e të parit, por që ai është një pozicion që kërkon karakteristikat e një burri shteti dhe jo thjesht një politikani të mençur, pavarësisht se ai mbetet një nga ata komunistët, po themi, më demokratë mundshëm. Zoti Koçi, a ka lidhje ideologjike, se ky është një debat dhe një kritik që ka ndaj Partisë Socialiste me Partinë Komuniste, apo është totalisht një formacion tjetër politik dhe nga aspekti ideologjik, por dhe në qasje? Shumë kritik, se mos kampi opozitare e quajnë. Në aspektin ideologjik nuk ka asnjë lidhje, në mënyrë absolute. Po në sjellje, në qasje, është një kritik që e kanë në pikpamjen historike ka lidhje, sepse unë mendoj që majta shqiptare i ka rënjë të Fanoli, të Avni Rustemi, të Barem Curri, dhe natyrisht dhe të figura të tjera, pse jo dhe të një shkrimtar si Migjeni, apo jo? Po. Pra aty është, po themi, baza shpirtërore, pse jo dhe deri diku ideologjike e së majtës, e cila natyrisht që u konsolidua në vitet e luftës, por që pas luftës, pastaj mori atë karakterin diktatorial, sidomos me luftën e klasave që u shoqërua me pushkatime, burgosje, internime, por edhe në qasje ndaj pronës, duke reduktuar thuajse në zero pronën private dhe duke kolektivizuar dhe shtetëzuar gjithçka. Por ndërkohë, s'duhet harrojmë progresin në disa fusha, siç është, unë po marr një nga më të rëndësishmet që është fusha e sigurisë, politika e mbrojtjes në rrethanat e kohës mbetet për të vlerësuar. Dhe pse jo pastaj zhvillimet në bujqësi, në shëndetësi, në arsim, patjetër, por aspekti
i luftës klasave, i cili ishte me pasoja shumë të rënda, e rëndon shumë të majtën e asaj kohë. Megjithatë, Partia Socialiste, kur u formua, diti me shumë mençuri të distancohej nga kjo pjesë, ka bërë një konferencë kombëtare të dedikuar distancimit nga po themi aspekti diktatorial i Partisë Punës. Ka kërkuar falje për ato krime, se është një tjetër akuzë që i bëhet nga pala tjetër? Shiko, distancimi është një lloj falje, po unë individualisht kam qenë për të qenë më eksplicit në këtë pjesë. Bile kam qenë te grupi i punës së rezolutës konferencës kombëtare për distancimin nga diktatura e Enver Hoxhës dhe aty kam propozuar që ta bënim atë aktin e kërkimit faljes. Jo vetëm si një, po themi, mekanizëm dhe një atuje morale për vete, por edhe si një investim në kulturën tonë politike që nuk ekziston. Se këtu, për shembull, e Majta në një farë mënyrë e ka bërë vetëm, pra është distancuar nga diktatura komuniste, nga gjithë këto pjesa negative e saj. Për shembull, ka rivlerësuar edhe pozitivisht disa aspekte të periudhës së Zogut. Po. Ne s'kemi asnjë lloj distancimi, për shembull, nga e djatha ndaj bashkëpunimit të ballit kombëtar, po dhe pse jo dhe të legaliteti gjatë luftës së dytë botërore, që ishte tradhti kombëtare dhe s'ka lidhje fare me nacionalizmin. Kështu që në këtë aspekt mendoj që ka nevojë që të kultivohet kjo falje ose pranimi i gabimeve etj. Pra duhet një... Por falje publike nuk ka patur, apo jo? Nuk ka patur një falje, një kërkim falje publike ose në kuptimin një falje institucionale. Po. Sepse praktikisht në kuptimin ligjor pse ja trashëgon atë lloj historie. Dhe që... Por të përndjekurit u ndi që janë dëmshpërblyer të gjithë. Pra, moralisht, financiarisht ka patur një... Kjo nuk diskutohet. Shumë prej tyre bile kanë qenë edhe pjesë aktive e Partisë Socialiste. Unë mund t'ju kujtoj për shembull që në kongresin e fundit të Partisë Punës dhe që formonte Partinë Socialiste ka qenë prezent Frederik Reshpja. Një poet për mua i jashtëzakonshëm dhe që në, po themi, panteonin e poezisë shqipe ka atë kolonën e vet ai të veçantë, nuk ai ka një profil të vetin dhe që nuk i ngjan askush tjetër. Dhe vargu i tij është tamam varg reshpian, se nuk ke mundësi ta krahasosh me dikë tjetër. Pra, mora një shembull, po ndërkohë ka shumë të tjerë, mos harrojmë pastaj në 97-ën ku te Forumi për Demokraci, për shembull, një pjesë të përndjekur ishin protagonist. Kjo edhe sepse gjithmonë në gjykimin tim, praktikisht në 91-shin, në 92-shin, nuk ra monizmi. Ra diktatura në kuptimin e një sistemi ligjor, por monizmi dhe diktatura lufta e klasave ka rënë në 97-ën. Me kryengritjen që bëri populli. Para se kalojmë atje. Se që për Partinë Socialiste do vazhdonte Saliu të rrinte akoma. Para se kalojmë atje, 96-a, ka marrë këtë ditë që po flitet shumë edhe zoti Rama e përmend ngjarjet e 96-s, zgjedhjet o dhuna ndaj opozitës. Ka ndonjë vlerë të përmendet tani ose cila është simbolika? Po simbolika, shiko, është kjo, sepse vim tek ajo që ju më pyetët më parë. A kërkohet falje në këtë vend për bëmat e këqija, bëmat e rënda? Dhe 96-a mendoj unë në gjithë historinë e tranzicionit është dita më e zezë. Çfarë ka ndodhur për ata që nuk e din fillimisht, se jo gjithë janë familjar, brezat po flas. Pyetja duhet ishte çfarë nuk ka ndodhur, se duhet domethënë fushata njerë ka qenë e egër shumë. Unë mund t'ju kujtoj për shembull, s'dua thjesht jem një fjerak në këtë bisedë. Mund t'ju kujtoj atë që ka ndodhur me dy kryetarët e partisë në Librazh dhe në Bulqis. Ishte zona elektorale e krijuar posaçërisht për Azem Ajdarin. Dhe ata të dy kryetarët janë marrë nga zyrat ku kanë qenë duke punuar dhe janë masakruar. Jo thjesht shugoditur, e kupton, me në i grusht. Masakruar, dhe më shtrirë në shesh, qelluar me shkelma, mbështetur diku në një shtyllë apo në një mur dhe rrahur në mënyrë barbare.
Pastaj ne kemi faktin që komisionerët e PS-s merreshin në përqeli një ditë para zgjedhjeve. I fusin në qeli, i kanë rraur, kurse dita e zgjedhjeve ka qenë edhe me zezë akoma. Dhuna direkte në qendrat e votimit. Ka qenë dhe koha që s'kishte dot transparencë, s'kishte celular, se tani çdo njeri është një kameraman. Po rezultati si doli atëherë? Kjo është dhe si batut. Dhe 122 mori PD-ja, 122%. Partia Socialiste mori aq deputet sa që morën këto partitë e vogla pak a shumë. Këto morën 8, PS-ja mori 10. 10 deputet. Domthonë gjithë këto partitë e vogla që ishin. Po përse rikthehet kjo çështje tani? E kam parë edhe te disa video të zotit Rama. Ka ndonjë vlerë zoti Koçi? Para njërë është data, se tani data të sjell është almanaku politik që të detyron ta kujtosh, po është dhe fakti që Sali Berisha asnjëherë s'ka kërkuar falje, bile vazhdon edhe sot ta justifikoj. Shumë njerëz unë i shoh dhe në komente që vinë nga e djathta e mohojnë totalisht. Domethënë atë që ka ndodhur, falja s'është kërkuar dhe nga ana tjetër Partia Demokratike Sali Berisha pretendon që janë grabitur zgjedhjet në 11 majin e fundit. Edhe këtu ka po themi, një përplasje, një kontradikcion që nuk shkon. Pra një njeri që ka bërë një grush shteti, se unë në gjykimin tim është grush shteti. Shumë tek zona ime elektorale, në koshin e plerave janë gjendur 2 togje të votave që kisha marrë unë si deputet. Se atëherë ishte kështu, votoje për deputetin dhe votoje për partinë, domethënë ishte në të njëjtën fletë votimi. Dhe fletë e votimit ishin djegur, por nuk qenë djegur deri në fund. Edhe për shembull kishte fletë që kishte mbetur një cop pa djegur, pastaj vinin në fund tek fletë të flota. Të gjitha. Sa keq që nuk keni ruetur për kujtim. I kemi pas në një ekspozit në Fier, po mbasi kam ikur unë ato kanë humbur me thënë drejtë. Se ne bëm një ekspozit dhe me fotot e njerëzve të goditur dhe të rrahur. Shumë, mbaj më ditën e zgjedhjeve është marrë një komisioner, Vladimir Merdani, e morën nga Fieri dhe e çuan në Seman. 18 kilometra larg, edhe e lanë atje, që të vinte në këmbë. Kështu që Berisha futi aspektin fizik, përplasjen fizike në qendrën e votimit. Por në përgjithësi, se këtu bëhet fjalë duke filluar që nga 22 marsi, 22 mars nuk është që se kanë qenë votimet lira. Ishte tranzicioni paqësor, u pranua rezultati, por dhuna filloi që atëherë. Dhe mund t'ju them për shembull në 26 korrik të 92-shit që ne fituam shumë qytete kryesore në nivel vendor, për shembull në Fier ata na i grabitën bashkinë. Domethënë e rregulluan që ne të kalonim në balotazh datën 26 me manipulime, edhe nëpërmjet presionit, dhe kur u bë balotazhi, çfarë bën tani? Nga çdo qendër votimi në Fier, hoqën 100 socialistë dhe fusin 100 PD-istë që vinin nga komunat e tjera. Pra ata kishin votuar një herë andej, dhe kur u bë balotazhi, votuan në Fier për të na përmbysur. E ankimuam në gjykatën e lartë, sepse sipas po themi gradualitetit ankimor, përfunduam gjykatën e lartë, gjykata e lartë vendosi që të përsëriteshin zgjedhjet. Ndërkohë u gjet një mekanizëm i Partisë Punës, që quhej plenumi i gjykatës së lartë, u mblos plenumi i gjykatës së lartë për të validuar, për të i vlerësuar zgjedhjet si normale. Megjithatë, koha kaloi dhe jemi në situatë të përmbysur. Pra, opozita akuzon Partinë Socialiste për manipulim të zgjedhjeve nëpërmjet grupeve kriminale, korrupsionit e tjerë. Si shikoni këtë raport tashmë? Dikur i përmbysur tani edhe i përmbysur në pretendime gjithmonë. Shiko, nëse ne flasim për 26 maj, nuk është se është manipulim, është grabitje, është grushteti. Se manipulimi është kur unë vite ty si zgjedhës dhe po themi dhe të mashtroj. Ky është manipulim. Të bëj një premtim që nuk ka lidhje fare me realitetin dhe nuk realizohet kur. Tjetra është nëse një komisioner, po themi, në thonjza ja hedh komisionerit kundërshtar në numërimin e votave. Ky quhet manipulim. Ndërsa nëse ti hyn te falsifikimi i proces verbal, nëse ti zhduk fletë e votimit,
i mbush kutit e votimit me flet përgatitura diku tjetër. Ky nuk është më manipulim apo. Kjo është grabitje, është një shkelmë i rëndë, është atentat ndaj zgjedhjeve. Pra këtë nuk duhet ngatrojmë ne. Sigurisht, a ka në zgjedhjet edhe në zgjedhjet e fundit aspekte që duhen korrigjuar? Unë mendoj që po. Për shembull, duhet të ketë një ndarje më të qartë mes shtetit dhe partisë. Bile, nëse ne do kemi mundësi gjatë bisedës flasim dhe për mënyrën si menaxhohet partia, sepse shpesh partia menaxhohet sikur të jetë strukturë shtetërore. Domethënë urdhërohet ai që është i deleguar flet nga pozita e shtetit. Meqense hapon, futemi jo e militantit partiak. 35 vite më pas. Futemi te kjo pikë. Partia është si e gjen PS-n. Partia është më e fortë, por nuk është më e mirë. Nuk është më e mirë. Për shembull, në vitet e para të saj, ose po marrim ne të paktën 15 vitet e para të saj, partia kishte lider me autoritet, por zot ka qenë kushtetuta e partisë. Tani nuk është më kështu. Ka pas edhe personalitete më të forta. Po zot ka qenë kushtetuta e partisë, pra statuti. Këtë po them, ky është kontrasti. Sigurisht ka pas personalitete. Edhe tani ka, tjetër gjë se në raport me publikun kanë qenë pak më të spikatur atëherë. Personaliteti në përgjithësi nuk është më i dikushmi. Domethënë është bërë më i thjesht, më toksor, më i prekshëm etj. Atëherë duke i udhëheqsi pak më ideal, më i largët për të prekur. Tani kjo aspekt ka ndryshuar. Po është gjë e keqe apo gjë e mirë që partia është më e fortë, por nuk është më e mirë siç thatë ju? Unë mendoj që ka defekte që duhet ta ruante forcën e saj, fortësinë le të themi, dhe të përmirësoj në demokraci. Se një parti nëse s'ka demokraci, atëherë pse është parti? Nëse s'ka demokraci, kthehet në klan. Dhe nëse s'ka demokraci, një parti politike, segmentet e saj të shtrira kudo në terren kthehen në sekte. Sepse nëse zot nuk është statuti, atëherë zoti kthehen këta të deleguarit, që bëjnë sipas dëshirës dhe jo sipas rregullit. Kjo cënon pastaj dhe performancën e tyre në shtet. Sepse e njëjta frym performohet edhe në po themi detyrën shtetërore. Sepse është i njëjti profil mentaliteti, i cili nëse nuk është i kultivuar që të zbatoj rregullat, do t'i shkel kudo ku ai gjendet, personi gjendet, ndash në detyrë partijake, ndash në detyrë shtetërore. Në këtë aspekt mendoj se ka shumë vend për tu korrigjuar. Patjetër që Partia Socialiste ka më pak demokraci. Bile unë kam dëgjuar dhe njerëz që thonë që nuk ka që duhet demokracia. Ky është një debat në fakt, edhe unë me që kam mbaruar shkenca politike dhe është një debat në gjitha partitë, edhe ato perëndimore. Ka qenë një debat shumë i fortë e laboristët. Pra disiplina nuk është se i bën keq partisë politike, por në disiplina me autoritetin, me autokracinë është një fije e hollë që e ndan. Jo, kjo është një debat kudo. Se varet deri ku shkon. Laboristët kanë qenë të parë, po. Varet deri ku shkon, po. Nga aty ka buruar që disiplina bën mirë. Nëse ke një parti, po themi të madhe, dhe këtu bëhet fjalë sidomos kur janë pushtet, ku gjitha pushtetet i ka i deleguari, pra të deleguari dhe antarësia s'ka asnjë lloj pushteti, atëherë këtu nuk ka balancë. Unë nuk po them, kur jenë pushtet sigurisht diçka ndryshon, sepse presupozohet që kur jenë opozitë jetë demokracia perfekte. Po ne kemi PD-n që për shembull shembulli që edhe ky është një iluzion. Unë mendoj një balancë mes këtyre dy, po themi, niveleve strukturore dhe organizative të partisë, duhet të jetë i tillë që të jetë më i balancuar. Në momentin që gjitha pushtetet i ka i deleguari, atëherë këtu s'bet më fjalë për atë debatin që thoni ju, deri ku shkon, po themi, përqendrimi i pushtetit. Këtu bëhet fjalë për pushtet absolut, dhe antarësia s'ka asgjë në dorë. Që do të thotë, gradualisht i partinë e kthen në një parti servilish dhe parti frikacakësh. Gjë që gradualisht sërish do të çojë në një rezultat jo
jo pozitiv dhe jo të, po themi, pozitiv dhe për vendin, për Republikën. Kështu që, në rastin e Partisë Socialiste, do thoni ju, po pse kjo lloj situate nuk sjell pasoja negative? Po se këtu meritën e ka Berisha. Pse ka Sa kohë të jetë Berisha në opozit, fitoret e Partisë Socialiste janë të garantuara. Janë të garantuara, po me çfarë çmimi, zoti Koçi? Po çmimi është mungesa e demokracisë. Ky çmimi, dhe mendoj që është një çmim që ka paguar dhe Petro Koçi, që ka folur dhe ndoshta është mënjanuar nga strukturat. Pra të qenurit i vërtet. Mënjanimi dhe moskafshimi i gjuhës sjell pasojën politik. Dhe ndoshta vjen rast. Edhe unë kur kam folur gjithmonë kam qenë i kujdesshëm sepse do thoni ju pse nga se e nisur. Jam nisur gjithmonë sepse nuk dua që të keq kuptohem nga shumica. Patjetër. Edhe gjithmonë kërkohet që gjuha të jetë diplomatike dhe konstruktive. Unë nuk jam me variantin destruktiv. Për shembull, nuk jam me variantin që meqense unë nuk jam dakord me disa gjëra, duhet dalë si kandidat i pavarur. Këtë nuk e bëj. Por mendoj këtë gjë që gradualisht pasojat mund të shfaqen. Domethënë edhe mund të çfarë është krijuar tani Harber? Është krijuar një kulturë e përgjithshme që njerëzit votojnë pushtetin. Pavarësisht se kush e ka. Votojnë të pushtetshmin. Edhe, si më thënë, i vinë vërdall gjithmonë atij të pushtetshmit ose të pushtetshmes. Më kupton? Që do të thotë, në qoftë se ti aksidentalisht nuk po them vetëm nivel qendror, por në nivel vendor, në një nivel të mesëm. Domethënë, qoftë se ti aksidentalisht e humbet atë pushtet, njerëzit do t'i bashkohen atij të pushtetshmit të radhës. Dhe kjo ka ndryshuar shumë në vend. Domethënë, njerëzit janë bërë shumë më pragmatist edhe kam përshtypjen janë bërë dhe me detyrim të tillë. Janë bërë pak me një lloj dhune që të jenë të tillë, pra të jenë të detyruar ta respektojnë personin e pushtetshëm, edhe brenda partisë, edhe në përgjithësi. Kjo është negative sepse formon një kulturë e cila sigurisht ty mund të t'japi një avantazh sot, por mund të t'japi një grop nesër. Kështu që këtë u mundua të bënte Berisha në 97. Berisha e çoi vendin në kaos me idenë që njerëzit do të kërkonin të paktën një shtet formal dhe me Berishën në krye, por jo kaosin. Njerëzit nuk e hënën të kokë rulliri dhe dihet që mbështeten opozitën, mbështeten Partinë Socialiste edhe gjatë zgjedhjeve. Berisha prandaj hapi depot e ushtrisë. Cili është mendimi që ka Petro Koçi, një socialist me shumë eksperiencë, nuk do ta quaj të vjetër, po me shumë eksperiencë, dhe që ka parë shumë modele, mendimi që ka për Edi Ramën? Edi Rama ka një profil të vetin, i cili natyrisht është moderuar me kalimin e viteve, por që duke qenë pastaj gjatë në pushtet, në farë mënyre i ka krijuar disa vështirësi. Unë mendoj që pavarësisht se ai perceptohet si njëri që ka kontroll mbi gjithçka, mendoj se disa gjëra nuk i ka dot nën kontroll. Edhe për shkak të sistemit. Duke qenë sistemi me përqendrim pushteti, ti nuk arrin dot të administrosh dot gjithçka. Dhe shumë aspekte negative, si thuaç, kanë rrëshqitur. Për shfaqjet e korrupsionit në nivelet ndryshme të administratës, po dhe të partisë, paralelisht, tregojnë që ai nuk ka arritur dot ta dominoj, si më thënë, qeverisjen edhe administrimin e partisë, ashtu siç do të donte ta bënte. Kështu që natyrisht ai ka dhënë shumë vendit me qeverisjen e tij,
domethënë unë kam thënë që ai është ka qenë të paktën në vitet e parë ka një qeverisje që fliste shqip. Më shqip se ai vështirë se ka folë tjetër kush. Ka një sukses të pa diskutueshëm në nivelin ndërkombëtar, në urbanizimin e qyteteve, po them dhe të qendrave urbane në përgjithësi, është shumë i suksesshëm. Për infrastrukturën, sërish mund të themi që është i suksesshëm, pra flas për këtë rrugoren e tjerë, por ka gjëra që duhen parë. Për shembull, lufta ndaj korrupsionit duhet të ishte më prioritet nga dia. Si ka mundësi, nuk mund ta lësh ti luftën ndaj korrupsionit. Nuk po goditet si duhet edhe nga vet. Nuk po flas goditet, se ndoshta është fjalë e madhe, po distancim. Jo, ai problemi është ky që lufta ndaj korrupsionit nuk mund bëhet vetëm nga drejtësia. Ky është një iluzion. Pikërisht. E dyta, që Rama ka një koncept gabuar. Rama thotë që është sistemi që korrupton njerëzit. Dhe korrupsioni nuk ka lidhje me njeriu, pra me individin dhe karakteristikat e tij, po është për fajt të sistemit. Nuk është kështu. Domethënë ka njerëz të cilët dhe në sisteme të gabuara kanë performuar me integritet, dhe ka të tjerë që në sisteme, po themi, të ndërtuara sipas parimeve demokratike dhe sisteme me integritet, kanë dëshmuar që s'kan pikin integriteti. Kështu i mendoj, këtu është gabimi dhe duhet shoqëruar sistemi me integritet me njerëz me integritet. Dhe duhet jetë integritet i provuar, jo integritet i supozuar. Do thoshte ja bën edhe, po themi, baste ose eksperimente kur zgjidhen njerëz, sigurisht, aty këtu, por e përgjithshme duhet të jetë prova. Pra parimi kryesor duhet të jetë prova e dhënë nga individi i cili promovohet në një detyrë apo në një tjetër. Tjetra është pastaj që ti vërtet mund të marrësh figura që vijnë nga ambienti, po themi, shoqërisë civile. Dhe jo nga karriera politike. Por edhe këta duhet të jenë më të përzgjedhur. E dyta, kur ti vjen nga një ambient i tillë dhe nuk vjen nga përvoja politike, do të thotë që nuk e ke shumë të kultivuar përgjegjësinë publike. Përgjegjësia publike është një gjë shumë e madhe. Pra, nëse ti e ke të kultivuar, edhe nëse ke në një tendencë për të mos qenë shumë korrekt, pikërisht ajo kultura e përgjegjësisë publike të detyron ti që të frenosh. Ndërsa kur i merr kështu nga, le ta themi, nga hiçin me gjuhë popullore, mund të rezultojë eksperimenti katastrofik. Çfarë duhet të... Dhe fakti që, shiko, ne flasim shpesh kështu, çfarë ndodh me të rinjt, që pse nuk e kanë atë nganjëherë kulturën e punës, nuk duan. Një nga arsyet unë mendoj është modeli. Dhe jo thjesht po themi edukata që marrin nëpërmjet fjalës në shkolla, apo ku diun, nëse dikush është besimtar tek hoxha apo prifti. Është modeli. Pra, nëse ti këtë modelin e disa të rinjve që i merr dhe i bën drejtora diku. Ambasador dikush, 24 vjeç. Po, nëse ambasador kam rekordesh dai, shumë tek këta drejtorë. Jam i Nëse ti i merr këta, i bën drejtor dhe këta brenda disa muajsh, do të bëhen me vila, me super makina. Atëherë çfarë do thonë të rinjtë e tjerë? Pse do vend të punojnë? Pse të mos rinë ata të presin një ditë për të bërë drejtora? Edhe diku, pse jo dhe ministra, tjere. Se është dhe hierarkia e vlerave. Nëse ti, po themi, e ke këtë praktikën që bën këto emrime të çuditshme nga hiçi. Po si ka mundësi këto emrime të çuditshme, si i thatë dhe ju, se gjithë ngërën pikë pyetje, një i ri, 24-25 vjeç, sa do i talentuar që mund të jetë. Shoh një pjesë nuk mund të japësh një institucion ndjes një të riu me 24, 25 vjeç, 26 vjeç, shumë respekt dhe vlerësim për të rinjt. Edhe vetë i ri jam, nuk e diskutoj fare. Unë jam bërë kryetari i PS-së në fjerë 30 vjeç. Po 30 vjeç. Dhe kisha gjithë kryesinë, ishin më të mëdhenj se unë. Po si mund? Dhe ishin edhe... Po ishe kryetar partie, po se ishe një gjë e re, modeli i ri, pra bënte një lloj sensi, po nëse ti vë një njeri të pa provuar dhe të kontrolloj 500 veta, shkojmë te kjo që thatë juve, vila, makina, abuzimi. Si ka mundësi bën këto zgjedhje? Ajo është dhe pa aftësi për të menaxhuar pastaj. Dhe modeli i brendshëm aty në administratë është
Po, shko, unë besoj një pjesë vjen për shkak të kësaj që Edi Rama është manjak ndryshimi, në kuptimin edhe të formës. Pra do me çdo kush, pavarësisht se Do ndryshimin. Dhe mund mos. Dhe mendoj që këtu me sa duket Kandari s'ka funksionuar. Keni kontakte me të? Jeni në kontakte zot Koçi? Me Ramën qëllon ndonjëherë që i shkruaj në gjë. Është i vëmendshëm ndaj jush? Nuk e di, s'është se mund të them. Përgjithsisht kur jemi shkruar ka kthyer përgjigje. Pavarësisht se unë e di që ai mund të ketë celulari më busy në gjithë Republikën. Përgjigjen e u kthen gjithëve, ma kanë thënë që të gjithë. Nuk ka njëri që Rama nuk Jo ka kthen gjithmonë, përgjigje. jo gjithmonë. Është edhe pamundur fizikisht. Jo, gjithmonë kur i pëlqen, se po si pëlqeu nuk e kthen. Zoti Koçi, 2027 në horizont. Si duhet shkoj Partia Socialiste drejt këtyre zgjedhjeve të rëndësishme lokale? Shumë kryetar bashkish ndjes janë në SPAK, një apo, një apo jo. Dhe thuhet që do jenë përsëri kandidat për kryetar bashkie. Shiko, këtu ka një problem, cili është problemi numër 1 më dojë. Fakti që ti e ke të siguruar fitore, mund të bëjë që shumë parametra të mos i respektosh, shumë kritere. Dhe një nga këto është dhe puna e integritetit të kandidatëve. Kështu që unë mendoj, kjo është gjithmonë në kuptimin konstruktiv të fjalës, që duhet parë me shumë kujdes. Pra, duhen përzgjedhur kandidaturat, të cilët duhet të jenë me një integritet të provuar, në mënyrë sepse kjo puna e korrupsionit mund vi duke rënduar. Pra, që ky aspekt të mos rëndohet, mendoj që është shansi në zgjedhjet vendore që ti të vendosësh njerëz me shumë integritet. E dyta, fushata duhet menaxhuar ndryshe edhe nga fushata e fundit. Domethënë, nuk mendoj se është e pranueshme që ikën një ministër diku i deleguar dhe merr ministrinë me vete. Është e papranueshme. Është edhe një lloj fyerje për ata militantët dhe të zgjedhurit e zonës atje. Pra, unë nuk e di se kam praktikuar dot kurrë këtë gjë. Kështu që këtu duhen ndryshuar gjërat, sepse pikërisht këtu fillon ngatrohet pastaj edhe partia me shtetin dhe nuk e ketë nevojshme. Për shembull, është ngritur kjo puna e patronazhistëve. Patronazhistët partijak janë një gjë krejt legjitime. Patronazhizmi shtetëror është i papranueshëm. Patronazhi partijak është komplet çfarë të keq e ka. Që ai i zgjedhur i lagjes që e di shumë mirë, e zbërthen, i bën grafi apo skopi, çfarë duash, thuaj, gjithë elektoratit të zonës dhe e di shumë mirë se kush është me PD-n, kush është me PS-n, kush nuk voton, kush ka probleme me cilin duhet kontaktuar dhe duhet folur. Këtu s'ka asgjë të keqe. Problemi është që nëse ti po themi patronazhon në hijen e pushtetit, aty pastaj ngatrohen gjërat edhe i japim një shans Berishës që të llapi. Për ta mbyllur, zoti Koçi, duhet të shkoj Partia Socialiste me një pjesë të këtyre kryetar bashkish përsëri në votime, apo duhet marrë rast pas rasti. Tani, ata që kanë një mandat edhe nuk janë, po themi, konsumuar, normal që duhet po ata që janë në 2, ata që kanë 3 nuk mundet më, po. Ata që kanë mandatin e dytë. Të dytë varet tani, duhet rast pas rasti, nuk mund të jesh kështu, domethënë kategorik, duke përjashtuar ose duke përfshirë. Kështu që thash, gjithmonë zgjedhja duhet të jetë sipas. Për ta mbyllur, dhe kam dhe disa element politik. Jeni për uljen apo për rritjen e numrit të bashkive? Unë jam për të shtuar. Domethënë, mendoj se disa fusha si bujqësia, për shembull, blegtoria, po themi, ose ambienti dhe gjithë komuniteti rural ka nevojë për një kujdes të përqendruar. Nuk jam për këto bashkitë e mëdha të përqendruara, sepse këto krijojnë edhe kështu, krijojnë çabejler që janë edhe gati të pakontrollueshëm.
Jeni për uljen e numrit të mandateve të deputetëve dhe krimin e Senatit, pra 101 mandate, deputetësh në total, koalicione parazgjedhore, pa jo nuk është zyrtare. 100 plus 20 më pëlqen, Për me senator. nga 120 në 100 nuk më shkon. Po jo varet çfarë është 20, do jetë senata ose do mbetet kuvendi me 120. Ose dhoma e ulët. Sepse reduktimi drastik mund të dëmtoj shanset për pluralizmin. Kurse reduktimi drastik e kthen në monopol. Të paktën është e garantuar që i jep Berishës mundësinë që të jetë e vetmi opozit. Dhe ai prandaj me siguri është dakord. Se thon nganjëherë ta merret vesh PS me PD. Nuk ka nevojë, nëse ti ke një ide që mua më pëlqen, s'ka nevojë që të merremi vesh. Unë e shpreh që jeni për reduktim apo jo? Jam për një reduktim, por për mua problemi nuk është... Po për Senatin? Ka dhe një gjë, se këtu është përqendruar gjithçka që këtu e keqja e këtij vendi janë deputetët, që se marrin. Jo, nëse themi ato po. Është një perceptim negativ. Kjo është vërtet që s'bën asgjë. Po kjo është me platformë, nuk është kështu se. Kush nxitet? Po është nxitur her pas here, tasëm dhe Rama her pas here ka thënë këtë që deputeti bën kështu e merr aq. Në fakt Republika është e drejtorëve. Unë kam vite që them këtë gjë. Nuk është Republika e parlamentarëve. Të jetë e parlamentarëve ku ta gjesh, sepse Republika jon quhet formalisht parlamentare. Tjetër gjë që në 21 Kjo ishte e bukur dhe fiks për ta. Në 2008 është bërë kryeministrore. Është tok fjalë që unë e kam prodhuar. Po që edhe ndofta një pjesë e gjithë kësaj problematike që kemi sot vjen nga ajo data. Që unë po gjithsesi kam fatin që se kam votuar. Me atë qasje që kishin lider politik të kohës, Rama në opozitë atëherë dhe zoti Berisha në pushtet, do ta gjenin prap një mënyrë të tillë, besoj unë të paktën. Siç ndodhi me 2008 ndryshimet kushtetuese. Shiko, këtu ka një problem tjetër. Domethënë, këtu kultura e komunikimit opozit nuk ekziston. Mirë, po kur ka ndodhur? Nuk ekziston apo në dukje? Duket sikur nuk ekziston. Po për gjëra minore nuk është se ta zëm nuk merren vesh e kështu. Unë po them kultura e dialogut opozit mungon. Dhe në momentin për shembull që mund të bëhet një takim mes një kryetari të opozitës me të pozitës, kjo quhet si një ngjarje. Por problemi është ky që kur ka ndodhur për keq. Kështu që mund të kemi përshëndet historisë. Jo, kjo do të thotë që duhet si kulturë të ndryshoj, pra të jetë më dominante, pra më prezente, si komunitet, dhe të jetë më transparent. Në momentin që është më transparente, atëherë nuk ka frikë për rreziqe. Mirë, në fund të kësaj bisede, zoti Koçi, faleminderit. Faleminderit që të kisha. Dhe kom nderuar teleshikues, erdhëm në fund edhe të intervistës për ditën e sotme dhe të Albania Newscast. Ju falenderoj të gjithëve që na keni ndjekur edhe që keni dhënë komentet tuaja, na bëni subscribe, vjoni jepni komentet dhe për çdo temë ose sugjerim që do të keni, do t'i ndjekim me vëmendje dhe do ta pasqyrojmë atë me të ftuarin e radhës. Ju uroj të gjithë një fundjavë sa më të mbar. Takimin ton të radhës do ta kemi javën tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.